Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, sot jemi në këtë ditë të veçantë për neve, në këtë ditë që shënohen ngjarje të mëdha dhe kemi dalë në këtë mëngjes të hershëm që t'i përgjigjemi thirrjes së Zotit xhalla xhelaluhu që ta bëjmë atë që e ka bërë i dërguari alayhi salatu wassalam. Ta falën namazin e Kurban Bajramit. Kemi falë namazin e sabahut dhe tash është një kohë që duhet pritur derisa të hyjë koha e Bajramit. Dhe me që ka hapësirë të konsiderueshme mes dy namazeve, zakonisht kjo kohë shfrytëzohet për të përçuar mesazhe, këshilla të caktuara, porosi që shpresoj që të gjithëve na duhen dhe na bëjnë dobi. Ka disa raste të ndërlozur kur je më i lirë me përzgjedh temën. Për shkak se është një rast që ndoshta nuk lidhet me ngjarje të caktuar, nuk lidhet me tema të caktuara kështu me radhë. Por ka raste kur realisht koha apo vendi të lidh me tema të caktuara. Ne sot kemi dalë në këtë ditë, në këtë mëngjes, që ta falim namazin e Bajramit, të Kurbanit. Me që është namaz i veçantë, edhe ka të bëjmë ngjarje të veçantë, atëherë na lidh kjo me një temë shumë të veçantë. Edhe, domethënë, Kurbani, edhe haxhi e shumë tjera lidhen me një personalitet shumë të rëndësishëm, me Ibrahimin alayhi salam. Kur flasim për Ibrahimin alayhi salam të nderuar, do të kuptuar se nuk flasim për një njeri të rëndomt. Është njeri shumë i veçantë, njeri shumë specifik. Flasim për një histori që na përket të gjithëve. Nga se njeriu në jetën e kësaj bote të ndërlozur i ka disa histori. Sesla i ka specifikat e veta, e ka rrëfimin e vet dhe e ka ndikimin e vet në jetën e tij. Për shembull, historia e tij personale, kur ka lind, ku ka lind, apo hapat e parë ku i ka marrë, si është ngritur, si është zhvilluar, është historia e tij personale, që dallon nga historia e tjetrit. Historia e familjes së tij. Ne kemi familje secili, dhe çdo kush për neve ka një histori të veçantë që dallon nga historia e tij. Në shumë aspekte. Ose kemi historinë e popullit dhe kombit tonë që kemi të përbashkët. E për të kësaj është edhe historia e besimit tonë. Historia e përkatësisë tonë fetare, besimit në Allahun te bareku teala. E në këtë histori bëjnë pjesë njerëz më të mirë që kanë shkelë në fytyrën e tokës. Ne kur flasim për historinë e besimit, realisht flasim për të dërguarit Allahut azza wa jall. Nga se ata kanë qenë bardhësit e këtij misioni, ata kanë qenë mësuesit e njerëzimit, ata kanë qenë udhëzuesit drejt besimit. Pra kur flasim për besimin, flasim për pejgambert. Kur flasim për pejgambert, flasim për të kaluarën dhe kjo është historia. Prandaj kjo është një histori që na përket të gjithëve. Dhe duhet që të flasim për të. Kur bie fjala për Ibrahimin alayhi salam. Allahu xhallahu në Kur'an të ndëruar vëllezër flet jo rrallë për Ibrahimin alayhi salam. Dhe ka mundësi që njeriu veç një aspekt të jetës së Ibrahimit alayhi salam me përzgjedh dhe me fol për të, ndoshta një ligjërat të plot, madje edhe më shumë se një ligjërat. Aq është histori e begat, e pasur dhe ka çfarë të thuhet. Ibrahimi alayhi salam ka kaluar në për situata të ndryshme.
Dhe në çdo situatë ka qenë me të vërtet një shembull i përkryer. Ka qenë me të vërtet në nivelin e duhur të detyrës. E unë dua që sot të ndërrozim në këtë rast, mbrana kohës që kemi, të flas për një dëshmi që Allahu flet për të në Kur'an në lidhje me Ibrahimin a.s. Domethënë, në lidhje me këtë njeri kaq të madh, flet Zoti xhallahu ala. Dhe Allahu xhallahu ala dëshmon për të diçka. E kur Allahu dëshmon për diçka, a ka dëshmitar më të madh se Allahu? Nuk ka. A ka dëshmitar më të saktë e më të vërtetë se Allahu? Nuk ka. Allahu dëshmon diçka shumë të rëndësishme për Ibrahimin a.s. Që kjo dëshmi pastaj të i kalon personalitetin e tij, që të bëhet pastaj edhe shembull për neve. Në një ajet shumë të shkurtër në kapitullin An-Najm, një ajet shumë i shkurtër, por shumë domethënës. Allahu xhallahu ala thot për Ibrahimin alayhis salam: "Wa Ibrahim alladhi waffa." Mos e harroni dhe kujtojeni në vazhdimsi ka Ibrahimin alayhis salam, i cili e përmbushin në plotni tëra që u kërkua prej tij. Kështu Allah thot për Ibrahimin alayhis salam, ka pas obligime, ka pas kërkesa, ka pas detyra Ibrahimi alayhis salam, Allahu dëshmon se gjitha këto detyra Ibrahimi alayhis salam i ka kryer në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të kompletuar dhe të plotësuar deri në fund. Kjo është padyshim shumë e madhe. Kjo është padyshim shumë me peshë në njëri që ka detyra, e gjithë na kemi detyra, një që ka pas obligime, si ka kryer këto obligime. Kush pa e vlerëson tash Ibrahimin alayhis salam, kush po gjykon për jetën e tij? Zoti i gjithësisë. Ai që flet të vërtetën, ai që flet të drejtën dhe ai që nuk ja bën çifën askujt. Nga se Allahut nuk i duhet askush. Këtë dujo njerëzit për shembull e livdojnë dikon jo që besojnë që është ashtu. E din se i ka lëshimet e veta, e din se i ka gabimet, ama e ruajnë raportin, e kanë interesin, edhe e livdojnë. Filoni ka bo punë, ai nuk beson që ka bo qatë punë. E bën për, interes saktuar, për mirëmbajtje të raportit. Allahu xhallahu nuk ka interes për askujt. Allahu nuk i duhet askush. Prandaj kur Allahu xhallahu ala e lavdon Ibrahimin alayhis salam dhe gjykon për të, atëherë timi të bindur se është pikërisht çashtu. Fara nuk mund të ndryshe përveç qysh ka gjykuar Allahu alazam për Ibrahimin alayhis salam. Dhe kur Allahu flet për Ibrahimin alayhis salam të ndrozur, krahasë e flet atë që duhet dhe si duhet, me të vërtet plot, krahasaj, Allahu nuk flet për Ibrahimin alayhis salam që me i tregu Ibrahimit alayhis salam se ti e ke kryer detyrën. Se ati i ka tregu në mënyrë tjetër. Po kur shënohet në Kur'an kjo dëshmi, për neve shndrohet në shembull, për neve shndrohet në model. Prandaj nuk guxon dikush me menu se Allahu e ka livdu Ibrahimin e salam që na me di që Allah e ka livdu. Jo për këtë arsye. Për shkak se Allahu xhallahu ala ka lavdu Ibrahimin e salam dhe nipa tjera, madje Ibrahimi e salam ka vdek, e ka marr ai çmimin e vet, e ka marr ai shpërblimin tek Allahu te barekuhu teala. Mirë, por kur Allahu flet për Ibrahimin alayhis salam, na drejtohet neve njerëzve që të marrim shembull si duhet me qenë njëri. Si duhet me qenë njëri që ku është shembulli i dur, Ibrahimi alayhis salam. Ai ka pas, sikur që e përmenda të ndërruzëm, ka pas detyrat shumëta, ka pas domthon obligime ndryshme dhe i ka kry që është duhet. E ka sprovu Allahu xhallahu ala në forma të ndryshme. Dhe sa e ka sprovu, e ka kry detyrën si duhet. Wa idh ibtala Ibrahima rabbu bi kalimatin fa atammahunna. Allahu e sprovoi Ibrahimin me disa fjalë, kërkoi për diçka,
fa atammahun, tamam I boni. I plotësoi tamam që duhet deri në fund. Dhe nga kjo që Allah tha për Ibrahimin sa të ndërrozë, ne marrim disa mësime të rëndësishme që duhet t'i kemi parasysh. Çështja të ndërrozë kryesore në këtë që Allah u flet për Ibrahimin e sa është kryerja e përkryer e detyrave. Kush na jep detyrën neve? Mund t'ja prindi detyra, mund t'ja për shembull puna detyra, vendi t'jep detyra. Në pozitë caktuar që vendi kërkon për te mi kryer detyra. Ndërsa autoriteti suprem dhe I pakontestueshëm që neve na jep detyra dhe obligime është Allahu xhallahu ala. Pastaj nën kët kemi edhe detyra tjerë normal, zakonshme të rëndom të në bazë raporteve, por në esencë autoriteti I pakontestueshëm që neve na jep detyra është Allahu xhallahu ala. Për faktin se ai është krijuesi, ai është furnizuesi, ai është I gjithdijshëm, ai din çka na duhet dhe ai kërkon nga neve. Ai atë që ai kërkon nga ne nuk e kërkon për veti, qase nuk I duhet, por e kërkon për neve dhe për të mirën tonë. Prandaj kur Allahu xhallahu ala thot për Ibrahimin alayhis salam se I ka plotësuar si duhet detyrat, pyetja e parë është e kush I dha detyrat? Allahu I dha detyrat. Do të thonë të ndrozë duhet me ditë kush t'i jep detyra. E dyta duhet me ditë çfarë detyrat ka jap. Allahu na ka krijuar në këtë dunjë, ai na mirëmban, ai kujdeset për neve në vazhdimsi. Ai plotson kërkesat tona, ai na ruan. Nuk ndodh asgjë pa lejen e Tij. Mirë, në raport me Allahun xhallahu ala, ai dim detyrat që I kemi. Do sa njeriu interesohet për obligime që I ka ndaj Allahut xhallahu te bareku teala. Çka I ka unë Allahut borx? Nga se gjithë jemi të bindur se I kemi borx. Dhe në vazhdimsi ne këtë borx e thellojmë, për shkak se në vazhdimsi përdorim begatitë e Allahut xhallahu ala, kemi nevojë për të. E gjitha kjo e thellon borxhin, e shton borxhin, e rrit. Atëre këtë borx qysh na mund t'ja kthejmë Allahut azza wa jall? Ne borxhin e sin nuk mund të kthejmë, por detyrat mund t'i zbatojmë. Prandaj është e rëndësishme shumë që të marrim sim nga Ibrahimi alayhis salam në konfirmimin ton të pa luhatshëm se autoriteti suprem që neve na jap detyra është Zoti I gjithësisë. Ai e din çka na duhet dhe ai nuk na ngarkon asnjëherë për të mundësive. Për shkak se I njeh dhe mundësitë tona dhe I njeh dhe nevojat tona dhe kërkesat tona. Për këtë është Zot, për këtë ka besuar. Andaj këtë e dim përmes Ibrahimit dhe e dim se duhet me ditë obligimet. Ka ndodhur me ardhë tek pejgamberi alajhi salam njerëz nga largësia kanë jetuar në shkretin, nuk kanë pas mundësi me taku pejgamberin alajhi salam çdo ditë. Kur kanë ardhur kanë taku çka I kanë thonë? I kanë thonë o I dërguari I Allahut, çfarë më ka obliguar mu Zoti në raport me adhurimet? Çfarë borx kam unë? Obligimet e mia? I ka thonë e ke obligim ndaj Zotit ton me I fal 5 kohë namaz. Tjetër ka unë çka kam obligim? E ke obligim që ta agjërosh Ramazanin. Jo ka shpjeguar obligimet. Andaj ne duhet që t'i njohim obligimet. Çka kam obligim ndaj Zotit tëm? Kjo është një njohuri e domosdoshme. Kjo është një njohuri domosdoshme që nuk duhet asnjëherë njeriu me e neglizhu. Ka njerëz të ndërrozën fatkeqësisht që jetojnë këtë dunjë, kalojnë me vite e dekada mbi sipërfaqen e tokës, përdorin, shfrytëzojnë begatitë e Allahut, madje lutin Allahun kur janë situata të vështira, por asnjëherë nuk u bie ndërmend kjo pyetje. Çka kam obligim ndaj Zotit në Allah? Nëse nuk e thot këtë gjuha e tyre, e thot sjellja e tyre. E çka thot sjellja e tyre? Thot
ata qashtu sillen, ata në nuk thonë qashtu, po sillen, qysh sillen në të kundërt të kësaj që po flasim ne. Në vend se që të interesohen se çka kanë obligim ndaj Allahut të mënduar, ata sillen në mënyrë të tillë sikur aty në Allahu ka obligim. U ka bërç, mi ju dhonë, mi këshyr, mi ju përgjigj lutje, e luta po s'po përgjigje, s'di, tu se aje ka bërç me të përgjigj. Allahu si ka bërç kërkujt. Allahu xhallahu ala askujt bërç si ka. Për shkak se borxhi ndërtohet me një farë marrëveshje. Unë të adho këta, kemë ma pyqë shtu, pranum. Qëfar obligimi Allahu xhallahu ala ka marrë mbi vete për neve? Përveç një obligime ka marrë mbi vete. Jo që ne e kena obligu, po aja ka marrë. Aja është obligimi i shpërblimit. Dhe më thonë, nëse na Allahu në adhurojmë si duhet, e besojmë si duhet, aja ka marrë obligim mbi vete ti që me na shpërbly për këtë kontribut. Allahu xhallahu ala ja ka bërë obligim vetës ti që as kujt pa drejtësi mos me i bo. Po këtë ka marrë ai mbi vete. Jo na që mund me obligu Allahu xhallahu ala. E aja mundet neve me na obligu? Po mundet. Mundet për shkak se i gjithfuqishmi, është krijuesi. Dhe mbi bazën e detyrimeve tona ndaj Allahut nesër edhe do të gjykohemi nesër para tij. Pra këtu janë informata, lajme bazike të vërtetë që dalin nga besimi ju në Allahun azza wa jall. Ke besu në Allahun xhallahu ala atëherë nga besimi në Zotin dalin këto obligime. E ke marrë mbi vete këtë përgjegjësi dhe shumë mirë e ke vë, nga se nuk bën ryshe hiç, të besosh në Allahun xhallahu ala. Mbi bazën e kësaj dalin obligimet. Këto obligime nuk janë ngarkesa, nuk janë të pamundshme. Janë mbrana mundësive tuaja dhe janë dobin tonë e temën e çoshnisë. Për shkak se Allahu xhallahu ala nuk obligon diçka që na bën dëm ose na pengon. Kur veç aq na bën dobi. Dhe çdo obligim që Allahu xhallahu ala ka obliguar, madje ndalesë që Allah ka ndaluar, nëse e analizojmë, do të gjejmë përfitime të shumta edhe për këtë botë, jo vetëm për botën tjetër, edhe për këtë dunjë. Përfitime hatashme të mëdha në rrafshe të shumta tjetrës tonë, individuale, familjare, shoqërore, që realisht arrihin përmes zbatimit të obligimeve që Allahu te barekuhu ve teala ka detyruar me to. Prandaj duhet të njohim obligimet. Çka kam bërë? Edhe në aspektin e përgjithshëm, pastaj edhe në aspektin e përvetshëm të çdo situate dhe rrethana që kalojmë. Për shembull të vëzë. Njëri nëse ka pasuri. Sot që ka. Pyetja e parë është çka i kam bërë Zotit me këtë që më ka dhënë. Nga sa i ta ka dhënë? Të më vetë njëri, a kam diçka bërë? Çto i kam unë? E kam një shtëpi, kam kaq hyra, kam kaq për shembull të kursyra, s'kam të kursyra, s'prish punë. Po diçka çdo që të ke, pyetja e parë është me çto çai kam Allahu të bërë. Njëri kur martohet, do të pyet, tash Allahu më ka mundsuar pas familje, çka i kam Allahu të bërë? Obligimet e mia, ti jap Allahu fëmijë, çka i ke Allahu të bërë për fëmijë? Nga sa i ta ka dhënë? E kështu më radh. Ai kjo është edukata që na mëson Ibrahim alayhis salam. Që pyetim çka i kam Zotit të bërë. Në part me prindin, çka i kam Allahu të bërë në part me prindin tan. Nga se kena obligime ndaj Zotit në raportin ndaj prindve tonë. Obligimi i Zotit është ai, Allah ka obligu. Për shembull, respekt ndaj prindërve, kujdesin për prind, kush e ka bë obligim? Baba? Ai më thon, "Çe birja me ki bërsh me mgu sa ti e gjallë." A ka bë baba obligim? Jo, e ka bë Zoti obligim. Për Zotin apo për babën? Për babën, se Zotit nuk i duhet. A do të bëj çka i kam dhënë obligim? Borxh janë. Çka kam ndaluar me bu? Çka kam ndaluar me bu? Ke pa njëri për shembull të vëllazër kur të merr një vend punës. Pyetja ti është, çka do të më kry, kur zyra jam, me kon kam ne, çka kam më bu, do të më ditë.
Jo me shku në punë mu kthye me dalë pa ditë as çfarë kompetenca ka, as të përgjithësi ka, as të dyra ka, se kjo është komplet jo serioze. Edhe njët, në për Zotin xhallahu, duhet me pyet veten tonë, çka i ka Allahu të obligim. Gjitha këto të mira na i ka dhënë, gjitha këto begati, këto mirësi, nuk kemi tjetër posti. Këna me dalë para ti me dhënë llogari, çka i ka Allahu të obligim. Kjo është çështje domosdoshme që na mëson Ibrahim alayhis salam. Dhe kjo në rrafsha të ndryshme, në raport me Zotin, në raport me prind, në raport me vetveten, në raport me familjen, në raport me shoqërinë, në raport me vendin, gjitha këto përfshihen në kohë të pyetës çka i ka Allahu të bërë. Ma ka pa Allah këtë vend mërnu këtu, elhamdulillah, këtë mundësi na ka dhënë Zoti xhalla xhelalu, këtë begati që i gëzojmë vendin ton, çka i ka Allahu të bërë. Pyet, interesohu. Nëse kjo dhe nga mësimi Ibrahimit alayhis salam, i cili i ka kryer ç'është duhet. Çështja e tretë, rrozër që del nga kjo ajet, që Allahu thotë, dhe Ibrahimi, kujtoje Ibrahimin, mos e harroni Ibrahimin alayhis salam, i cili i kryti obligimet si duhet, në plotni i përmbushit të gjitha ato që u kërkuan nga ai. E për të bëu kjo, tham, duhet me ditë kush të obligon dhe çka të obligon. Çështja e tretë, rrozër, mas që e ke kuptu kush është ai që të obligon, autoriteti. E dyta, i ke kuptu obligimet që kjo autoritet i ka dhënë, kjo është e dyta. E treta, ta dush më pyet, e qysh me kry këtë obligim? Qysh me kry këtë obligim? E në përgjithje të kësaj pyetje Allahu ka thënë pejgamber, që me shembull praktik më na mësoj qysh duhet me adhuru Allahun azza wa jall. Qysh duhet me i zbatu obligimin e Allahut azza wa jall. Për shembull të ndërrozë. Nëson thon e ke obligim me i fal 5 kohë namazit, Allahu ti ka obligu këto 5 kohë. Dhe ti i din se ki çka është namazi. Për shembull, cila është pyetja e radhës së tjepën, e logjikshme, e çysh me fal namazin. A pyet? Për shembull, domthon, kush më ka bë obligim? Allahu. Çka më ka bë obligim namazin? Çysh me fal namazin? Pyetje logjikshme. Të në pyetje tjetës, në të rëndëmta. Po që njerëzit në dinamikën e jetës e kanë haru Allahun azza wa jall. Kanë haru obligimin ndaj Zotit xhallahu ala dhe pyetjen e çysh me e bë. E përgjigjja çysh me e bë gjendet ku? Te udhëzimet e Muhamedit alayhis salam. Ai praktikisht e ka bërë. Për shembull sot e falem namazin sabat. Po presim ditë vjen koha me falë namazin e Bajramit. Mirë të në vëzë. Pse se falem me herë me sabat, edhe me shku tonë shpi me pushu. Ma letë i shkon. Asë shumë mu, për shambull, mu lodhë, me najtë, të nëshki sabat, farë sabat, më ngulli gjeratë. Pse se falem atë? Thot dikush, jo zban, pse zban, kush të ka thonë zban? A përshë pyjtje që shdoni, kush ka thonë zban? A ka thonë, për shambull, hoxha, shkone e thujmë hoqës, hoqë, ndroja burë se so arrim, shkojmë të shpia. Një hoqës ka thonë. E kush ka thonë? A ka thonë për shembull kryetari i Bashkisë Islame? Shkojmë atij i thojna. Jo s'ka thonë asaj. E kush pas ka thonë pra? Muhamedi alayhis salam. Do të thonë që ka rregull që duhet zbatu. Qase ai është autoriteti që na mëson çysh. Allahu xhallahu është autoriteti që na mëson çka. Edhe qysh, e përmes kujnë e bën këtë, të dërguarit të Muhamedit alayhis salam. Ç'ka është feja ju? Ç'ka është feja? Apo gjithë shka janë të qarta, të rregulluara, ka disiplinë, ka rregull në fenë tonë. Sa është kjo punë kas, kush dën quhet thotë, pe sa të duhet se kena obligim këtë punë më ofën. Kush jeti me thonë këtë punë? Unë jam autoriteti filon fisteku, udhëheci i grupit nev, të na s'ka kështu. Të në s'ka kësa autoriteti, që anulon obligime, shton obligime, të në s'ka kësa autoriteti. Të në është autoriteti qarë, Allahu xhallahu ala përmes Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ato e ka dërguar të dërguar. Mi pëtash më qu, kryetari i Bashkisë Islame më thonë që bura, këtë vjetë s'pe falem Bajramin heq. Vjetë për lodhni, po i bjen pak Tiran, vetë se falem para një 2 muaj Bajramin e Ramazanit, që të kurban, unë e për i dërej s'pe falni. A ngojmë? Jo nuk e ngojmë.
Ai nuk është autoritet që me anulu Bajramin. Ai mundet maksimumi çka më ndiku. Me thonë, për shembull, masi është koha nxehtë, është mirë, po dalim në shesh të falim atë. Vënë ku kanë më fal. S'prish punë. Ama këna me fala jo zvendos. Për edhe që se ka rrethana të jashtëzakonshme që me legjitimitet fetar, po, me argument, a i thot, zbanë se feja, thot, po për vedetës, a mund më anullu? S'mund më anullu. Andaj të ndërru vëzër, nuk ka autoritet në fejnë tonë, kush dhe koftaj, që i lejohet me i anullu obligimet, ose me shtu obligimet, ose aj me përcaktu nga vetja ti mënyrën e zbatimit të obligimeve. Të gjitha këtu e në të rezervuara, të gjitha këtu i kondur veç, krijuesi, Allahu Azza wa Jalla. Veç Allahu te barekuhu teala. Kjo është e ndërtuar me besimin tonë Allahu Azza wa Jalla. Që kështu besohet Zotin xhallahu ala. E qysh me fal, qysh me kry, qysh me agjeru. Ku e dim në çështë do të më agjeru? Mësojmë nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. Shiko këto 3 pyetje madhore që janë disa tjera, i mësojmë nga Ibrahimi alayhi salam. Kësë Allah ka dëshmu se kë i ka kry që është duhet, e qka pas ka kry që është duhet, i ka kry obligime që i ka në Allah, dhe më thonë, Allah që jenë ka autoriteti, Allah është aj që e bënë obligimet, eksmëra. Mëndaj, pyetja e radhës njëtën tonë është, qysh duhet une me la borqin, qysh do është me shku, me falë pas kot, do është me rrgu për qësaj, do është eksmëra. E kur i ka mësu njerëz në kohët pejgamberit obligimet, pyetja e rrodhës ka qenë. Shiko, pyetje, jeta ka pyetje vetë, do në përgjigje. E ka thonë, oj dërguari i Allahut. Ty të paska qua Allahu pejgamber, po të besojnë. Argumentet po të kallëzojnë, nuk kena arsye me dyshu, po të besojmë që e pejgamber e Allahut. Nëse unë të ngaj ty, qka ka mëne? Qka bërë ma kjemë mëne, nëse të ngaj? Shani i kry obligimet, me thonë, të i kry obligimet, tamam, të së të garantoj që pështën. E të pëse për i kry obligimet? Qka nëse i kry obligimet? Qka nëse mi kujdes shumë? Qka nëse lukë kesh njetën temë dhe qka për mi kry obligimet? Du të prish gjumin, mu që me falë sabahun. Unë e përbëj këtë punë, qka mësoj? I ka thonë pejgamber sëmë, takon xheneti. Do më shpëtimi për jetëshëm në botën tjetër. Dhe gjithashtu jeta e këndshme, e rahatshme në këtë dunjë. Kush garanton për këtë shpërblim? Kush garanton? Kur garanton që zë ndryshë nesër? Na ke thonë që këmë në dalë, ka njërë të të premton, thotë, unë po i premtoj që nëse jem gani mu, ka me lullzu kuj vene, ka me boa, keni me pas, rruga keni pas, në fund s'del që ashtu, ka me nu që i del, po që s'padil kaptë. Ja, duhet që shtu të dhe me prit? Ja, absolutisht. Për shkak se aj që të ka obligu, është Allahu, dhe aj që garantan është Allahu, azo gjellit. Shika diri që ta është, për shambull, në atë që Allahu ka thonë, qysh ka dalë hesabi? Qysh ka thonë aje? Qysh ka thonë Allahu Gjellewala? Nuk ka mundësi me ndrua askush veldimin e Allahu të barekuta. E bash në lidhje me Ibrahimin nëse më konë njoni, që ja ka marrë menja se ai mundet me ndru vendimin e Allahut. Se është i fortë. Edhe ka dashë mi thonë Ibrahimit ason të badjava e adhuron Zotin tënë, se adhurim si Zotin të. Kjo është e ullët. Në rozë, ka njerë jënë do, për shambull, do përgjigjet njerëz, do dilema, më shumë tëllëta, nuk din që shmi a këthy, se shumë a nivellet. Ibrahimi ason i ka thonë, a dim pësën i besën e Allah në gjellë gjellu, e zbesej ty. Ka thonë se Zotë jam, ju hi u ju mit. Zotë jam, ja u jep njerëzve jetën edhe ja u merë, kura i dënë. Ka thonë edhe në që është të ja bëj. E që shë bënë ti?
i ka marrë 2 burgosën të shkretë. Po, një e ka myt, një e ka çu çap, çka ka këti dashit. Kur e ka pa Ibrahim se kjo është shumë me ndjelet, kupton kjo. Kjo është shkolla e naltë për ta. Do të më thjeshtu pak më shumë. Se merr s'po merr kamesh. Ja ka pru tash një shembull tjetër që me e rahatu mirë. I ka thonë, fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jam ka dhënë urdhën që dielli me lind nga lindja me shku ka perëndimi, ndroja kohën ti pra. Ai ka thonë që çdo dielli ka me shku. Ti ndroja kohën thuaj le të shkon ryshe. Fa buhit alladhi kafar. I hape syt, i zgurulloj syt, ai që ka mund qysh, si ka rëmen këve pune. Që sa ka e për Allah urdhën, të nëllëzër, që dielli me lind, a ka ndru në rekahjen, a u vënu në herë, në punë dielli. Në qëre e dim saksisht kur në folë Bajramin. Pse e dim? Në bas diellit. Dielli ka lind në ora 4:55, duhet në prit 45 minuta. Në sa të më falë? Në 5:40. A qështu? Po na për shemë dhe themi, në 5:40 duhet me dalë dielli, po në që vanohet duhet me pritë. A duhet? Hajdele Allah. Nga se Allah e ka ornu dhe kur së zvanohet. Kush i ka thonë me dalë në qëtë vakt? Me linë dielli. Në 4:50. Kush i ka thonë? Allahu gjallëvar. Allah i ka thonë. Kush i ka thonë hanës që me leviz edhe mos mu vënu. Shumë në Bajramin e këna ditë, para një ove kur këna me falë, a këna ditë. Këmën që dim njëre për se kamën si hana vënuat, mund në kënë zonë dikun, dhe i del, a ndodhë kështë? Jo, Allah zhjenë, në ndodhë. Nga se hana i nështohet Allah të azogjenët. E ndjek rrugën e Zotit që të me varë. A i tja përshe e Zotit, ka thonë, mu më ngon hana e dielli. A ka thonë, që e dëshmi se e ngon hana dhe dielli. Mu më dëgjanë edhe zbaton uret e mire toka. Shikoni ligjit e tokës që shenë. I ka bo Allah regullat. Për shamu të nëzër, shkente që sot është zhvillu, e ka të paru. Mi qëfar bazë është zhvillu shkenca? Gjitha këtu të arrito, mi qëfar bazë? Regullat që i ka me dosë Allahu Azu Qërë. Nëse se këtu regullat nuk do të ishin të zbatushme, kishtë me pas rebelim të krijesave ndaj Allahu Xhallahu Ala, nuk kishin pas mundësi në asnjë zbulim me bo. Kur rrota? Se ndryshojnë senet. Për shembull të rrozat. Shikojnë tash, doon që është ajo ngjarje e madhe, që ajo raketa me disa antarë të ekipazhit shkuan edhe usun edhe rreth Hanës. Me bëhu lumtime për Hanën. Ishte ngjarje e madhe botnore. Me çka ka shkuar atje? Me ligjet e Allahut Azza. E kanë thënë nëse ngritën çet kohë, e shkon çështë këtë matematika. Apo. Ti më lëvit veç një sekond diçka atje. Mos me kon çysh është rregulli. Prishin. Goditesh. Këto kalvimi ka sakta, që e din saktësisht çka ndodh, edhe pse shkon ti me mijëra kilometra mbi tokë. Kush ju ka thonë rregullave që ashtu duhet me zbatu? Kush? Allahu Azza. Allahu Xhallahu Ala. Prandaj të nërozë, këtu e në dëshmi dhe shumë tjera dëshmi, hala ndoshta më të pasura, më të komplikuara, e që gjitha dëshmojnë se Allahu Xhallahu kur thot, fjala ti zbatohet. Gjykimi ti zbatohet. Një hapësirë caktuar të një lirie të kufizuar, ja ka dhënë Allahu Xhallahu Ala njerit për balë obligimeve të Allah Xhallahu Xhallahu. Dielli dhe hana, edhe pse janë krijesa shumë më të mëdha se na, e tjera planete, e tjera që Allah ka krijuar nga krijesat, nuk e kanë mundësinë me zgjedh apo do në spodon. Kanë mu për ul. Njeriu që ka pa Allahu Xhallahu Ala një hapësirë të kufizuar, mundet me zgjedh apo do me zbatu obligimet apo nuk po do me zbatu obligimet.
Dhe këto Allahu xhallahu e ka jap njerit për me enderu njerin dhe për me dëshmu e përsinë njerin mbi krijesat e tjera se ta kom jap menën në bazë të menës që e ki ti e dashni i pari Allahu më nështru. Ju me men Allahu xhallahu me mu, jo se s'ka arsye. Po njëri ka keqpërdor mendjen, e ka keqpërdor arsyen dhe në bazë të këtij keqpërdorimi i ka bëu Allahu të mëkat. Në bazë të keqpërdorimi ka bëu Allahu të mëkat. Se Allahu ka mujt me kufizu, qysh e ka kufizu? A kemi liri të ndërlozër në krejt që ka dëne me bo? Apo imi të kufizu? E të kufizum imi të kufizum. A mund është, për shambull, në gjendje normale, me pajise që Allah e ka mundësu njërit të s'po flasë, sa ato të njën faktor ansor, po edhe me ato e të kufizum, po që po marë shambull. Allahu a e ka kufizu lëvizjen tonë? Po, ne lëvizim mbi tokë. A mune me lëviz, për shambull, nën tokë, qësh lëvizim mbi tokë? Nuk munëm. Të është me qilë tunel, po të shka është dhe, po s'munës, të ka kufizu Allah azër. A mu është me ecë në rujë, lërë shumë qërë, të shesë me tokë. E s'munësh, nuk është ambient për ty i përshtatë shumë. A munësh për shambull me shku në nalë sa të dushti, ku të dush më nalë, a munësh? Jo nuk munësh. Aja që ka shku tash, dëmonë, ajo raketa, të nërëzër, aja është arritja historike, ma nalë të smatë men që ka shku njeri apëtë. Aja është hanë që ku është. Nësa ka halon nalë të atje pa shku e pa apëtë. E ka kufizu Allah njerë, së shka ku dënë. A ma qenë në apart me Allah unë gjellore dhe obligimet, se ka kufizu apëtë. I ka thonë që tu munësh me zgjedh, me izbatu obligimet, po munësh edhe mos me izbatu obligimet, munësh. Ama nuk munësh prap me ishpëtu logaritënist. E këtoj s'munësh, nuk munësh. Nuk është mi thonë Allah xhallahu ala, unë jëmë këni lirë. A besoj, as besoj, s'kum dash me besu. A ne s'ke dash me besu, mi thash ki me pagu faturën. E këta njëri së në nalë, logaritënjen, këtë së në nalë, ndaj, ne i besojmë ti premtimit Allah xhallahu ala për shpërblim, dhe i besojmë kërsnimit Allah për dënim, për shkak se këtë e kërkon besimin e Allah dhe këtë në ka mësu Ibrahim alayhi salam. Ibrahim ka besu fuqishëm në shpërblimin e Allah te barekuta. Dhe i ka zbatu detyrat. Prandaj të ndozë një duhet më pas do pyetje një vet. Do pas do që kërkojnë përgjigje. Mirë, po jo më morë pyetje ansore, shpesh të parëndësishme, pa përmbajtje, nuk i përkasin ato pyetje dhe interesohet për përgjigje, e qka kja, qka jo. Ndërso, për pyetjet esenciale tjetës e ti, mos më interesohesh pa dyshim huqje e madhe. Është huqje e madhe. Prandaj, Ibrahimi a.s. të ndozër, Ibrahimi a.s. me këtë dëshmit Allah të barekutaala, realisht, na i mësoj pyetjet e jetës. Çka duhet me vetna? Dhe ku duhet me i gjetë përgjigjet? Dhe si duhet na me i uqas përgjigjeve e ki përgjigjen të Ibrahim a.s. Ku Allah u tha, wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahimi a.s. ishte ai i cili në plotni, si duhet, i përmbushit të gjitha kërkesat, që është duhet. Prandaj të nërëzër, për këtë Allahu e prezenton Ibrahimin a.s. si shembull. A nuk kupton kjo se njëri duhet të ti pagabushëm? Jo, nuk kupton. Mund të ketë lëshime, ndodhin lëshimet. Mirë, po nuk duhet me qenë të qëllimta. Nuk duhet me qenë, për shembull, me synim të refuzimit të unit të Allahut te barekuta. Bën shim, kërkon falje, pendohet tek Allahu, mundohet që të përmirësohet në vazhdimsi, dhe kështu i përmbush kërkesat që i kanë te Allahu te barekuta. Pastaj pjesa të ndrozën, mbetet edhe një pjesë tjetër përmbyllëse
në raport me Ibrahimi a.s. Cila është e? E para pjesë ishte dëshmia Allahu xhallahu ala se i ka plotsu. Çka ka plotsu? Obligimet. E çka do mund ke për neve? Se ka një autoritet, kemi obligime, do të më di çysh mi kry këto obligime, edhe do të më di se zbatimi i obligimeve dhe mos zbatimi kanë pasoja, nuk është pa pasoja. E ti duhesh me njoh pasojat dhe ti je i bindur në realizimin e pasojave nga se ka garantuar për të kush? Allahu xhallahu xhelalu. Pyetja e fundit lidhe me këtë çështje Ibrahimit e thonë që ne do të marrë përgjigje është në rregull, Allahu xhallahu dëshmoi se Ibrahimi e i ka plotësuar ç'është duhet detyrat. I ka kryer ç'është duhet. Pyetja është kjo të vëzë. Pyetja është kjo. E pse Ibrahimi a.s. mujti mi kry obligimet e nas po munëm? Thot dikush, po kom pejgamber, gabim. Po të kishte me qenë, përgjigja ka qenë pejgamber, atëherë nuk do të ishte shembull për neve. Do të ishte njëri më nalt se na veç që këshyrëm për seri qysh i ka bo këtë punë, edhe themi lëmej për vete, edhe kuqe ma shumë. Po kur Allah e bjen shembull, nuk kupton se edhe ju e keni të mundshme me t'juvet. Më obligimet tonë e mundshme është. Andaj është vërtet që ka qenë pejgamber, është vërtet pse ka qenë pejgamber, në mesh ka qenë në nivel më të lartë të detyrës, këtë në rregull tu. Po s'është kjo këtë baza, s'është kjo këtë esenca. Edhe i ka pas lodhje, edhe i ka pas prova, edhe i ka pas dhimbje, edhe i ka pas ngarkesa. Pse ka pas let Ibrahimi a.s. kur i ka thonë Allahu xhallahu ala, therrë djalin kurban. Me thonë, let e ka pas, a mund më që let e ka pas? Jo, vëllaj, shumë vështirë e ka pas. Mirë po, detyra detyrë. Duhet me kry, po lodhna. E po lodhësh, sakrifikan, duhet me kry këtë punë. Prandaj të ndodhë, përgjigja e parë në pyetje e qysh Ibrahimi a.s. i plotësoi detyrat që në më shembull është se kishte besim të fuqishëm në Allahun të pakushtëzuar. Pa kushte. A të kom besu që e Zotë jem? Po. A kom besu që ti e gjithdijshmi, që din mas miri? A kom besu se unë jem robit? Po kom besu. Tash unë e qka bëj? Nështrona. E Allahu xhallahu ala nga cilësit kryesore që e ka cilësu me to Ibrahim më ka qenë në nështrimi i pakushtzum. O idh qale lahu rabbu aslim, qale aslamtu li rabbil alamin. Kur Allah i tha Ibrahimit a.s. Nështrahu, bindu, na që kam kërku, qka tha Ibrahim a.s. Nështrojmë pa kushte Zotit gjithësis. Njeri me thonë për shamun, jam musliman, qka dhe me thonë? Jam musliman dhe me thonë, i nështrohen Zotit që kam besu në të pa kushte. I përgjigjem me njëherë Zotit ta, që kjo dhe me thonë. E qysh njerë që si në kushte? Për shamu të dhe rozëm, në njëri që nuk i kry obligimet e namazit dhe e latë manua, pëse nuk e bën këtë? A i nuk e mëhon? A i nuk e mëhon? Se me mëhu me thonë që jo si kam bërç, del për feja këtë. Si përën obligimet, që Allah ti ka dhonë, në mund të se ke përën autoritetin. E kur se përën autoritetin, në mund, nuk e mërë të nësë emnë. Na besojmë që janë obligim. E pse pra, edhe pse besojmë, jesë në mungu, për shkak se njerës kanë kushte. Jo koha, jo pëllodhna, jo s'dja muna me majtë, lejnë këtë kushte. Në shtrahu, bindjo në atë atë gjelë. Me lërgunit keqe për shambull, e kësha hekë, po ti kësha pasë të shakon, s'ka ti kësha pasë të shakon, njeku, në shtrahu dhe përullu, bindjo në atë e bare këtalëm. Prandaj, të nërëzër, Ibrahimi ajëzëm ka besu në Allahun xhalla xhelaluhu, ka qenë i bindur se Allah është aq i dishmi, dhe nuk e ngarkon për ti mundësive,
andaj është bind dhe është nërsu pa kushte dhe pa vonesa dhe pa hezitime. E kjo është tregues i dashnisë madhe për Zotin xhallal xhelalu. Ai që e don Allahun fuqishëm, ai të i bindet Allahu xhallahu ala pa kushte, pa hezitime, pa hamendje. Dashnia për Allahun xhallahu ala, besimi në Zotin e bën që nështrohet. E këtë na duan. Na duhet një besim i qartë. Tamam ç'është duhet, një dashni e madhe për Zotin që janë forcat mjaftueshme që na shtyn drejt zbatimit të obligimeve. Na shtyn drejt përmbushjes së kërkesave. A duhet të përmbushim kërkesat për shkak se për to kanë më dhënë llogaritë tek Allahu nesër. Ç'kjo është këtë historia e Islamit? Ç'kjo është këtë rrëfimi për muslimonin? Kush është muslimani? Kë e ngan muslimani? Kujt i bidet muslimani? Kënë e ka shembull muslimani? Përgjigjet tek që një ajet. E ka edhe shumë të tjera. Ndaj, e para që marrim është, më thonë, pa kushte, pa vonesa, pa hezitim. E këto i mundësën kush? Besimi i qartë, i kthjellët, jo i mjegulluar i pa qartë, i qartë, a ke besu po në shtrohu. Dhe dashnia madhe për Zotin xhallahu ala, dashnia për ta. E dyta të vëllezër si përgjigjen këtë pyetje, e qysh Ibrahim e sa arriti këtë? E arriti të ndërrozë me vërtetësinë që e kishte në zemrën e tij. Qysh me vërtetësi? Do me kthy në gjuhën tonë përditshme, e ka pas shumë për një me. E ka pas për një me ose. S'ka bo, do me thonë, po thëmë kushtimisht pak e që kuptimin, po s'ka bo e gara. E ka kuptu Ibrahim e thonë të çështja është serioze, çështja është dënim i dhimbshëm, çështja është shpërblim, çështja është afat i jetës, des s'ka mundësi mo, nuk e din kur është afati. Pa në një mund çdo moment me doja për dunjas, del për Allah të mënduar, e shet që i varfër, e shet që bërçli s'ka kryer obligime kështu me radhë, çështja po ka serioze, s'është punë hajgare. Andaj e ka marrë çështën për një me. E të ndrydhë vëllezër, besimi në Allahun xhallahu ala dhe zbatimi i obligimeve të Allahut xhallahu ala është çështja më serioze në jetën tonë. Më serioze. Më serioz nuk ka kurrë gjë më shumë. Për shkak se i tër ekzistimi jon, e tër jeta jon, e tashmja, e ardhmja jon, i tër shpëtimi jon, përjetësia nesër në botën tjetër, mvarën nga serioziteti që kemi treguar përballë këtyre mësimeve, përballë këtyre obligimeve. Andaj të vëllezër, du të marrë seriozisht. Nëse njëri shkon te mjeku, mjek i besueshëm, mjek i mirë, mjek domethënë i cili është dëshmu për profesionalizëm. Dhe në kontroll e sipër, për shembull, e diagnostifikon pacientin me një smundje të rëndë. Thotë, po më vjen keq, po analizat po tregojnë se ti ke kancer. A merr seriozisht apo hajgar, a kesh? Jo, fort e merr seriozisht. I prishet disponimi, i pret buka, apo se merr gjumi. Pse? Po mjeku ka thonë. Mjeku ka thonë. Nëse bon 2 e 3, e sy besot neve, e del jashtë, e ku të shkon njëti, thojnë, a shkon të ushtu së rësteti? Shumë. Qështu e pasna, nuk di ku o funi, ama kërësurja ndikan. Pse ka që shumë ndikan? Kjo fjallë të njeri, kjo fjallë njeri është e ke fundit. A fjallë njeri po është, po fletë me argumente, e ka po njeri, po. E mirë, nëse duhet me marë seriozisht një diagnostifikim mjekësor për shëndetin tonë, e që duhet me marë seriozisht, edhe kjo seriozitet me njerë përkthejet në trajtim, në disiplin, në kujdes, në zbatim turnave mjekësore, kështu më radhë. Punë serioze, kancer është. E ku është
serioziteti përballë mësimeve të Allahut, ku Allahu po thot, jo njeri. Apo a ka mundësi me thonë mjeku në fund mos me dalë? A ka mundësi? Ka mundësi. Jo pse nuk ka profesional. Po tek mund të është gjykim njerëzor. Gjykim njerëzor. Me rregull është para pa që thot. Mrekulli ka ndodhur. Ndodhin këto sana. I ndrodhin gjendja që sa përmend ai. Me gjithë mundësi që me ndru situata prap i merr seriozisht vlerësimet e mjekut. Te Allah s'ka që është del, pas që ka thonë Zotit te bare këtala. Pandaj pse se marrim seriozisht? Me marrë seriozisht, me marrë seriozisht. Allah thotë në Kur'an, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Mos i merrni për hajgare argumentet e Zotit. Merrni për një me, janë fakte të pamohueshme, janë dëshmi të qëndrueshme, të sakta të vërteta. Prandaj, atë që e ka thonë Zoti xhallahu ala, duhet me marrë me seriozitet. Atë që e ka thonë Zoti duhet me marrë me shumë përgjegjësi dhe me dhon mundin me e zbatu atë që Allah ka kërku për neve. Në nëshimet eventuale, gabimet që i bëjmë si njerëz, kërkujmë falet e ka Allahu. Japim prap mundin për të përmirësu. Dhe kështu të në vazhdimësi, duke u ngrit, gjithmonë duke tentu me u përmirësu, më më të mirë, ne rrugtojmë drejt Allahu te barekotala din takimin me te. Dhe shpresojmë që pastaj llogaridhënia të jetë e lehtë. Por çështja është serioze. Vallahi të ndozë çështja është serioze. Andaj Ibrahim e son, kur gjë s'ka bëma shumë veç, e ka kuptu se punë është serioze. Andaj çështja atë në fund me s'ka koha, që na ka mësu Ibrahim e son, qysh mi zbatu obligimet. Na ka mësu Ibrahim e son, ka qenë gjendje me pagu çmimin e zbatimit të tyrave. E ka sprovu Allahu xhallahu ala me djalë, e ka sprovu Allahu me këtë, e ka pagu çmimin, Pse? Nga se ky çmim ka qenë për me zbatu detyrën e Allahu xhallahu ala, ja vlen. Do ndosh me kon gjendje me pagu me lodhjen tonde nganjëherë, me për shembull sakrificat saktuara, çka do koft me lora hatin për me qenë vend unë Allah të xhallahu ala. Ka shosh me Allahun, në çdo punë tjetër që do më arrit, pa u munu, pa u lodh, pa i zbohet ato. Dhe njerëz e paguajnë çmimin. E paguajnë çmimin. Që ka njerëz për shkak që punon dikun, e paguajnë çmimin është nuk e sheh familjen, larg, rrallë mund marr, i sheh rrallë prind, i sheh rrallë familjarët. I thotë kush pse? Puna, avancimi, shkollimi. E paguajnë çmimin. Edhe pse ky çmim nuk kupton mos merret me prindë. Edhe pse ky çmim nuk kupton me shudhanin, a paguajnë çmimin pse? Për shkak se ja vlen. Si mbas vlerësimeve dhe kalkulimeve të tij. E për Allah na ja vlen të vëzmulot. E ja vlen për Allah me prish gjumin mos apo më e ja vlen. Që s'ja vlen, nga se për vetim të e bopën. Prandaj të vëzër, këtu janë 3 elemente të rëndësishme që realisht e qartësojnë dëshminë e Allahut pse Ibrahim ishte i përkushtuar dhe në plotësi zbatoi gjitha kërkesat dhe obligimet dhe përgjegjësitë që kishte ndaj Allahut te barekutaala. Nuk ishte asnjëherë çohet kurzuar, po ishte i nështruar pa kushte, mbi bazën e besimit dhe dashurisë. A them kështu? A them kështu? E kuptoi seriozisht dhe e kish për një me besimin, e kish për një me arrit shpëlimin e Allahut xhallahu ala. Dhe e treta, i gatshëm me pagu çmimin e sprovave. I gatshëm e ka sprovuar Allahu në formë ndryshme, gjithmonë ka qenë i gatshëm me pagu çmimin e kësaj sprove. Madje edhe me e thirr djalin kurban për shkak se e din Zoti pse e ka kërkuar. Dhe kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh në jetën tonë. Ato pyetje e para që përmenda dhe këto udhëzimet e pjesës së dytë, çysh duhet me i zbatu në plotni pyetjet që kërkojnë përgjigje. Kush është autoriteti që na obligon? Allahu. Hapi i dytë, çka më ka obliguar Allahu? Hapi i tretë, çysh me jetsu këtë që Allah ka kërkuar? Dhe çka më pret mu? Çfarë garanca ka më që i zbatoj këto una? Të kallëzohesh çfarë garanca ki? Nga Allahu jo pe me jafta. Çysh me realizu? Me besim të pastër dhe dashni, me sinqeritet e vërtetësi,
dhe me gatishmëri për të paguar çmimin dhe për të sakrifikuar. Kjo është këtë harta udhëtimit ton drejt Allahut te barekutaala. Harta e pasimit dhe ndjekjes së hapëve të Ibrahimit alayhi salatu wasalam që na garanton shpëtim edhe në dunjë dhe në botën tjetër. Për këtë arsye Ibrahimi është shembull i unë, është model që duhet me ndjekte vëllezër pa u hamendur fare. Allah na bëf pasues e ndjekës të rrugës së Ibrahimit alayhis salam dhe pejgamberëve të tjerë në krye me pejgamberin ton Muhammedin alayhis salatu wasalam që ti përmbushim obligimet, të mësohemi me i përmbush detyrat ndaj Allahu xhallahu ora fillimisht, pastaj ndaj çdo ku që kemi detyra dhe obligime, timi të përgjithshëm, të vëmendshëm, të kujdesshëm, të japim përgjigje pyetjet të jetës dhe të mësojmë udhëzimet dhe hapa që duhet ndjekur drejt suksesit dhe zbatimit të përgjegjësive ashtu sikurse duhet. Zoti na ndihmoft e na lehtësoft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira. Të ndërlozë koha e namazit është afru, veç disa këshilla lidhe me namazin. E para lidhe me formën e namazit. Namazi i Bayramit i ka 2 rekate, folet me imam, sikur që këtë njohur, por forma e tij dallon nga namazet e tjera, prandaj ka nevojë për më u shpjeguar. I ka disa shtesa që nuk janë në namazet e tjera. Marrim tekbirin fillestar me imam Allahu Akbar. Këndohet subhanak Allahumma bihamdik, domthonë që duaja e njohur. Pastaj para se të fillojë imam me kënaqë ilhamin me zon, marrim edhe 3 tekbire të tjera. Allahu Akbar, ngritim durt Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 tekbire. Kur këndohen 3 tekbire, atë imami këndon surën Fatiha dhe një sure tjetër. Shkojmë në ruku, i falim, i bëjmë 2 sejdë dhe ngritemi për në rekatën e dytë. Në rekatën e dytë imami për dallim nga rekati i parë fillon drejt lexim të surës Fatiha. E këndon surën. E dytë, kapitullin e dytë pas surës Fatiha dhe para se me shku në ruku imami i merr 3 tekbire tjera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Tekbiri i 4 është shenjë se shkojmë në ruku. Pastaj ngritim nga rukuja, i bëjmë 2 sejdë, rrim në teshahhud tahiyat, japim selam dhe me këtë ka përfunduar namazi i Bayramit, por s'ka përfunduar ceremonia e Bayramit. Dallon namazi dhe ceremonia. E ceremonia duhet të plotësohet komplet. Pjesë e pandashme dhe e rëndësishme e kësaj ceremonie të Bayramit është edhe hutbeja e Bayramit, që duhet me dëgjuar me vëmendje dhe me kujdes hutbën. Pas hutbës, pastaj të vëzër është zakoni joni që bëhet një dua, e që njerëz po nxitojnë e po ngriten herët, po bëhet zhurmë, ajo që është 1 minutë. Kënanet 1 orë gjys e ma tepër xhami, besoj që për 1 minutë nuk bëhet diçka e madhe, që realisht ta bëjmë duan, pastaj urojmë një herë për Bayram, ashtu sikur që është tradita, edhe ashtu që na ka mësuar Zoti te barekuhu ve teala. Allah na lehtësoj punën e na ndihmoft. Është edhe një çështje du këtu t'ju them që mos të ngarkohet me hutbë. Këshilli i Bashkisë Islame në Metoris, në bazë të kërkesave, në bazë të obligimeve që ka kërkuar me përkrah gjithë xhamatlit me atë sa keni mundësi. Do të vendosim postën jashtë, kur sa ka mundësi ndihmon për detyrat, për obligimet, për çështjet që duhet me i pas parasysh në mirëmbajtjen e xhamive tona dhe kombëve tjera, andaj kush ndihmon Zoti ndihmohet e lehtësoft, edhe Allahu na i shtoft mirësitë e begatit e në Allah bereqet në jetën tonë. Tash po bëmi gati për fal namazin, përgatituni, ju vëdhët që jeni jashtë, përgatituni mirë, dhe vazhdoj me çështjet e lidhura me namazin e Bayramit. Allah na ndihmoft.